A mundet një çift ta përzgjedhë gjininë e foshnjës kur bën një procedurë in vitro? Përmes in vitros? Jo, përmes in vitros klasike apo asaj injektimit intracitoplazmatik, jo nuk mund ta zgjedh. Ne shohim embrionet, por nuk shohim cilësinë. A ka një ekzaminim gjenetik që mund ta përcaktoj këtë? Po ka. Është analiza gjenetike para implantimit të embrioneve. Dhe ka raste që ne rekomandojmë të ekzaminim për pacientët të cilat kanë patur abortet përsëritura, për pacientët që janë mbartëse të një anomalie gjenetike dhe ne duam përjashtojmë embrionet me këtë anomali, apo ka raste kur kemi vendosjet embrioneve shumë cilësore në mitër, po nuk kemi shtatzani dhe duam të kuptojmë mos ka anomali gjenetike. Pra ka një analiza gjenetike e embrioneve ka një indikacion shumë specifik. Kurse përzgjedhja e seksit është ndaluar si diskriminim gjinor, por me përjashtim të rasteve kur ka një sëmundje e cila mund të trashëgohet tek një gjini e caktuar. Për shembull, hemofilia, nënat janë mbartëse, por nëse lindin djem, ato janë të smur. Në këtë rast, ne mund bëjmë përzgjedhjen e gjinisë thjesht për të ulur sëmundshmërinë dhe problematikat që e shoqërojnë këtë fëmijë gjatë gjithë jetës. Por jo, nuk mund të përzgjidhet për kënaqësi apo për dëshirë.